Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ka njoftuar një vendim të ri të qeverisë që synon forcimin dhe zgjerimin e programeve edukative jashtë orarit të mësimit në sistemin parauniversitar. Sipas saj, krahas kurrikulës së detyrueshme, programet pas shkollës janë energjizuar dhe tashmë përfshin aktivitete të artit dhe zejeve, olimpiadave, festivaleve si dhe nisma të tjera të sinkronizuara me ligj. Ministri i Arsimit prej kohësh, siç e keni parë dhe ndjekur, krahas kurikulave dhe programit të detyrueshëm në sistemin parauniversitar, ka energjizuar atë që ne quajmë programi pas shkolle. Në vazhdim të miratimit të ndryshimeve ligjore në mars, ku programi pas shkolle, praktikisht artezeje, ekipet sportive, olimpiadat, festivalet, janë tashmë pjesë e programit edukativ edhe me ligj, sot miratuam një vendim të Këshillit Ministrave që e mbështet dhe një dëshirë shumë të madhe të prindërve që koha që fëmijët kalojnë në shkollë të jetë përtej orarit të detyrueshëm dhe të zihet edhe me shumë aktivitete të tjera, të cilët nuk janë më pak të rëndësishme përkundrazi të kombinuara me programin e detyrueshëm, por edhe nëpërmjet zbavitjes janë programe që edukojnë, por edhe i edukojnë talentet, i kënaqin gjithë shijet estetike, siç është artizanati, puna me dorë, ne dikur i kemi pas thënë puna me dru dhe puna me metal, dhe këtu i drejtohem prindërve të një brezi të cilët e kemi vlerësuar gjithë aspektin e punës së fëmijëve me natyrën, me mjedisin, me tokën, aktivitetet sportive. Ndërrësit kryesore është vendimi për dyfishimin e pagës së orarëve jashtë mësimit. Sipas ministres, honorari për çdo orë 60 minutëshe shkon tashmë në 10.000 lekë të vjetra, nga 5.000 që ishte parashikuar në propozimin fillestar. Sot, Këshilli i Ministrave vendosi që të dyfishoj honorarin me cilin shpërblehet këto orë jashtë mësimit të detyruar në shifrën 10.000 lekë të vjetra për orë, për 60 minuta, ishte e parashikuar 5 dhe kemi mbritur në 10, dhe jo vetëm kaq, por e hapim listën e bashkëpunëtorëve, jo vetëm me mësuesët që janë brenda sistemit shkollor, të cilët mbasi kanë kryer orët e detyrueshme, ndoshta nuk kanë dhe energjinë e duhur për të vazhduar dhe 2-3 orë të tjera, por e hapim këtë listë tashmë me këtë vendim për mësues që janë pension, por janë aktiv dhe kanë dëshirë të jenë pjesë e këtij programi, për specialistë të ndryshëm të arteve, të muzikës, për artizanë që sidomos në disa nga qytetet tona ku trashëgimia kulturore është jo vetëm tradit, por është edhe ekonomi dhe aktivitet i gjallë, të bëjmë pjesë e programeve jashtëshkollore, të cilat shkollat sot, drejtuesit e shkollave që janë dhe menaxherët të tyre kanë mundësi dhe do të kenë fondin e disponueshëm për ta përdorur këtë, për të paguar, për të shpërblyer në mënyrë dinjitoze këta bashkëpunëtorë që vinë nga komuniteti. Kështu merr kuptim edhe shkolla qendërkomunitare, ku në një farë mënyrë mësuesit edhe bashkëpunëtorët, artizanët, artistët, sportistët bëhen pjesë e këtij programi edukativ. Gjithashtu Ministria ka vënë në dispozicion dhe një shumë parash që shkon diku ke 500 milion lekë për mësuesit, për shpërblimet e atyre që punojnë jashtë orarit, por edhe për mjetet e nevojshme për t'i bërë të gjitha këto. Sipas Kumbaros, kjo nismë është pjesë e vizionit të qeverisë shqiptare për të krijuar një mjedis më të plotë dhe gjithëpërfshirës në shkolla, ku nxënësit jo vetëm mësojnë, por edhe zbulojnë talentet e tyre përmes aktiviteteve të larmishme.